Tani nëse je një mashkull me atashim anktioz, dinamika jote mund të jetë paksa ndryshe. Një pikë e veçantë që dua të theksoj rreth meshkujve anktioz është se shumë prej ideve mbi maskulinitetin, burrërinë, bien ndesh me ankthin pra. Prej meshkujve pritet që të jenë iniciuesit, iniciatorët, ambiciozët, por kur ndihesh tepër i pasigurt, bëhet shumë e vështirë të marrësh iniciativen, pasi ndihesh i ekspozuar dhe nuk ke shumë vetbesim. Në fakt studimet tregojnë se meshkujt anktioz kryejnë marrëdhënie për herë të parë shumë vonë në jetë, ndërsa gratë anktioze i kryejnë më herët, shpesh për të mos mërzitur partnerin e tyre, madje për hir të tyre mund të pranojnë të ndërmarrin edhe rreziqe duke hyrë në marrëdhënie të pambrojtura. Pra, për një mashkull anktioz, ekziston një pengesë dyfisht, jo vetëm që kam siguri për pamjen, por kam pasiguri edhe rreth faktit se ndjehem thellë brenda vetes i pasigurt. Kjo më bën të mos ndihem edhe aq burr, sepse e di që në një mënyrë apo në një tjetër do ta dreqos. Pra, ke mungesë besimi për shkak të mungesës sate të besimit. Përveç kësaj, meshkujt anktioz shpesh futen në marrëdhënie jo të shëndetshme. Mund të investojnë shumë në një lidhje toksike, duke duruar lloj-lloj sjelljesh abuzive ose marrëdhënie të këqija zhvatëse. Ka studime interesante që tregojnë se nëse ke lidhje anktioze, mendja jote ka prirje ti neglizhoj cilësitë negative të partnerit. Nëse dikush pra teorikisht është 50% i mirë dhe 50% i keq, anktiozi shpesh e anashkalon gjysmën e keqe dhe fokusohet te gjysma e mirë. Sigur sheh vetëm mollën pra dhe shpërfill fare krimbin, nuk e sheh fare. Po ashtu, shumë anktioz shpërfillin edhe cilësitë pozitive tek personat e tjerë që nuk kanë lidhje me ta. Për shembull, nëse unë aktualisht jam në një lidhje abuzive, por kam një kolege pune që duket shumë e mirë, më pëlqen, do të ishte një partnere e imja shumë e mirë e ardhshme, prap anktiozi e injoron atë mundësi, i minimizon pra anët pozitive të tjetrit që s'ka lidhje me të dhe zvoglon gjithashtu anët negative të partnerit me cilin është aktualisht. Kështu përrjedhoj, anktiozët durojnë gjatë në lidhje të gjata të këqija abuzive. Një tjetër pikë e rëndësishme është se ndonjëherë meshkujt ankthioz përdorin edhe detyrimin ose manipulimin për të kryer aktin intim. Për shembull, mund të angazhohen në sjellje shtrënguese, shantazhuese për marrëdhënie. Mund të duket e çuditshme, por kjo është një pikë kyçe dhe kërkon vëmendje. Mos harroni se shpesh tek ankthiozët, akti intim zëvendëson aktin emocional. Si rezultat, mashkulli anktioz ka nevojë për intimitet emocional, por nuk di ta kërkojë hapur. Atëherë mund të bëhet manipulues dhe shantazhues. Kështu mund të përdor presion, manipulime të ndryshme për ta fituar pra atë afërsi me ty, sepse nuk di mënyrën e duhur për ta kërkuar. Tani gjëja e fundit që do të flasim është për marrëdhëniet në stilin shmangës të atashimit. Gjëja më tipike që kam vënë re te njerëzit shmangës është se ata i mbështesin bindjet e tyre përmes disa arsyetimeve që vetëm duken shumë të logjikshme, por në të vërtetë thjesht ushqejnë stilin e atashimit të tyre shmangës. Për shembull, mund të thonë, nuk ndjehem akoma gati për lidhje serioze, ose mendojnë që është shumë herët për mua. Kur flet me ta dhe i pyet çfarë do të thotë se nuk je gati, çfarë do të thotë se është herët, kur është momenti që ti do të jesh gati, dhe kur thellohemi më tej, rezulton se s'ka për të patur ndonjë moment magjik kur papritur shmangësi do të thotë po, tani jam gati. Thjesht fantazojnë pra se nëse gjej atë personin perfekt, atëherë do të jem gati. Por siç e dim, në galaktikën tonë nuk ekziston një person perfekt. Duhet t'i kushtoni vëmendje pra mendimeve tuaja, sepse kjo është kritike në rastin e shmangësit, sepse mendimet duken logjike, duken justifikime të mirëqenia të logjikshme, por në të vërtetë nuk janë. Një tjetër strategji e tyre është fokusimi tek mangësitë dhe disa imtësi të vogla tek partneri aktual. Po, ajo s'di të bëj asnjë punë, e përdorin pra si arsye për të mos e çuar lidhjen para. Po ashtu, shumë e rëndësishme për shmangësit është të punojnë me aleksitimin e tyre. Aleksitimi është paaftësia për të kuptuar dhe për të shprehur emocionet, për t'i fjalëzuar, për t'i verbalizuar, vokalizuar. Pra, njëherë duhet kuptosh nga se ke frikë dhe pastaj duhet të dish se si ta artikulosh këtë gjë në komunikim me tjetrin. Shumë kritike kjo pikë nëse je shmangës. Fatkeqësia pra e shumë shmangësve është se kur përpiqen të shprehin këto emocionet e tyre, nga që nuk janë të stërvitur, shpesh procesi shkon keq, sepse nuk janë të mirë në këtë punë, nuk ka asgjë për të çuditur këto, dhe rrjedhimisht i shmangin fare pastaj. Kjo i fut në një rreth vicioz, akoma më mbytes.
Si tek ato lojrat online ku ti hyn në një ndeshje, të rrahin e të zhdepin, humbet keq dhe pastaj thua ja, kjo lojë s'duhet gjë, s'bën për mua, ja, se luaj më. Në vend që të mësosh pra si të bësh më i mirë të stërvitesh, ti heq dorë totalisht nga ajo loja. Kështu, këtë bën edhe në marrëdhënie, sepse mos harrosh mangësi e sheh dashurinë si ludus, si lojë. Nuk dite si të komunikojë në një marrëdhënie o prish dhe pastaj ti del me supozimin se gratë janë një lloj, apo nëse je grua, të gjithë burrat janë njësoj. Më pas krijon atë profecinë personale ku thua se atëherë në këtë lojën e takimeve mbeten vetëm personat që janë transaksional, kontratë shkëmbimi pra, çka përforcon bindjen tënde se gjitha lidhjet janë kështu, një kontratë shkëmbimi me njëri tjetrin, interesash, ose të gjithë duan para, luks, ushqim, rroba firmata dhe marrëdhënie pa shumë ndjenja. E vërteta është se sjellja jote shmangëse të kufizon në këtë grupim njerëzish transaksional, duke të përforcuar akoma më shumë bindjen se kështu janë gjithë. Po, sepse njerëzit që duan diçka më shumë se sa një lidhje transaksionare me ty, nuk do të dalin me ty nëse ti ishe gjërat ashtu. Duhet pra të jesh i vëmendshëm me emocionet tua, ti kuptosh, ti shprehësh siç duhet. Kjo punë e brendshme është thelbësore për ty nëse je shmangës. Gabimi tjetër është nëse je shmangës, është se shpesh të pëlqen të hysh në marrëdhënie me njerëz të pamundur. Nëse mendon pak kush janë këto njerëzit e pamundur, duhet të mendosh për shembull në cilë lloj lidhjesh të garantojnë ty edhe distancë dhe intimitet njëherësh. Distantimitet pra. Po të jeti martuar ose e martuar e tjetra, e mban pikërisht aty ku do shmangësi. As shumë në distancë larg, por as shumë në intimitet, po fiks aty ku i duhet, në distantimitet. Ose nëse jeton në një qytet tjetër, sërish distanca fizike e parandalon afërsinë e tepërt. Kohët e fundit, statistikisht, atashimi shmangës po rritet në mënyrë eksponenciale, botërisht, ndoshta për shkak të teknologjisë që na shtyn drejt shkputjes dhe frikës për të krijuar intimitet të vërtetë e natyror me njerëzit. Mbase në 10 vite nga sot, 25% e njerëzve nga 20% që është tani do të bëhen me atashim shmangës, duke i telkaluar ata me atashim ankthios. Këto pra janë mekanizma që duhet njohësh për të kuptuar veten nëse je me atashim shmangës. Dhe shpresoj që ky cikël videosh të ketë ofruar për ty mundësinë për ta vëzhguar veten dhe për të fituar më shumë njohuri mbi veten tënde, për ta njohur veten tënde më thellë dhe për të kuptuar se ku duhet ta çosh bisturinë për të ndërhyrë dhe për të përmirësuar gjendjen tënde.